Fred, po mirë pse nuk thoni herë këta njerëz të vërtetën që dalin që të gjithë që kemi bën nomi, kemi bën revolucion. Po revolucionin e bën çunat e Tiranës. Po nga ardhen ta nga Maja Malit ta dhe na thonë ne kemi bërë revolucion mes Tiranës, mes studentëve. Pse e bëjnë? Shiko, çunat e Tiranës nuk dolën në protestat e dhjetor. Kush nuk dolën? Nuk dolën. Cili? Ne u bënim thirrje, shiko. Në 8 dhjetor, kur kemi qenë aty ke mbi institutin e higjienës, që ndahet rruga me atë rrugën e këmbësorëve. Përse me 8 dhjetor filloi historia? Mirë, ka filluar që me ambasadat, me korrik. Jo, ka filluar që në janar. Jo, s'ka filluar historia atëherë. Po si të jemi të sinqertë, historia ka filluar që kur ne kemi filluar me datë mirë nga keqja. Historia për me fillu me u tallë me regjimin për ne, ka fillu që në moshën 5-16 vjeqë. Po, ajo me anekdota me kështu, jo me anekdota me gjona, por unë jam duke të thonë, unë po them atë që di. Ti ke arë nga Korça? Korça marrët nga qytetet më të emancipume bashkë me Shkodrën. Ato 2 qytete ka qenë. Përveç asaj ka qenë Tirana. Edhe Elbasani. Tashti edhe Elbasani. Tashti më shpjego mu, Fred. Kanë ardhe e kanë bërë komandën në Korçë katonarët? Apo kanë ardhe e kanë bërë në Tiranë? Kur? Në Kotë e Verit. Në Korçë, Korçarë dhe qenë zotër të diskutojnë. O dhe në Tiranë kanë qenë Tiranë. Tirana ndryshon pak se Tirana ka shumë nga rreth. Fred, unë do të kundërshtoj për Igjon. Qofse ti e ke militu, qofse ti e... Unë i njof gjithë çunat e grupet e Tiranës gjithë. I njof çka kanë qenë edhe pas në ndjenjë. Unë du të të kundërshtoj për të thonë diçka të vërtet historike. Nuk du të të kundërshtoj prasi sen. Dhe unë kam dalë parametrave dhe kam thënë konceptin tim. Që para 90-s, zonat rurale kanë qenë bullizuar.